dhe të procedurës edhe në seancën e fundit plenare nga kryetari i Kuvendit, por theksova se në fakt i vetmi fajtor për prishjen e seancave plenare është Edi Rama, i cili e uren parlamentarizmi dhe nxit dhunën, arrogancën dhe shkeljen flagrante të kushtetues dhe të rregullores së Kuvendit. Kundërshtova gjithashtu tentativën apo kurthin në të cilin Taulant Balla kërkoi sot të fuste opozitën duke na propozuar një marrëveshje ekstra politike për të rikthyer normalitetin në seancë. Një marrëveshje okulte e cila nuk bazohej as në rregulloren e Kuvendit dhe as në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, një propozim sipas të cilit kryetarët e grupeve parlamentare duhet të bien dakord për te rregullores, për te Kushtetutës, për të rikthyer normalitetin në seancë. Një propozim sa antikushtetues dhe që shkon në frymën e shkallëmimit të parlamentarizmit, përsa kohë rregulloria dhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë janë të vetmet dokumente që rregullojnë jetën parlamentare. Kundërshtova gjithashtu kurthin e propozuar nga Taulant Balla për gjoja nevojën e riformulimit të kërkesave të opozitës. Së pari për zhvillimin e një mocioni me debat për një çështje e cila ka tronditur mbar opinionin publik dhe që lidhet me skandalin që shoqëron mënyrën e trajtimit të qytetarëve që vuajnë nga kanceri dhe faktin që prej vitesh ilaçet për trajtimin e të sëmurëve me kancer mungojnë në spitalin onkologjik. Kjo përpjekje për të shmangur debatin dhe gjoja për të fshehur pas një interpelance me një ministër i cili nuk ka asnjë përgjegjësi reale, sepse nëse ka sot një person direkt përgjegjës për skandalin në spitalin onkologjik dhe për mungesën e ilaçeve dhe të trajtimit me barna të domosdoshme të gjithë personave, sidomos të miturve që vuajnë nga sëmundjet kancerogjene, ajo është Ogerta Manasteliu, kandidatja e rilindjes për Bashkinë e Tiranës. Gjithashtu u refuzua propozimi i gjithë grupeve parlamentare të opozitës lidhur me domosdoshmërinë e hetimit nga parlamenti, nga Kuvendi i Shqipërisë, të një prej aferave tani më të ndërkombëtarizuara të korruptimit nga Edi Rama, të ish drejtuesit të lartë të FBI-s, Charles Megonigal, një aferë e cila për fat të keq po bllokohet për shkak se institucioni i ngarkuar me ndjekjen penale dhe me vendosjen e drejtësisë në vend është kapur përfyti nga Edi Rama dhe këtu i referojmë Spakut. Gjithashtu është për të ardhur keq përpjekja kriminale për të mbuluar nëpërmjet marrëveshjeve okulte terrorin dhe farsën elektorale që ndodhi në 11 maj duke u fshehur pas një propozimi për gjoja riformulimin e kërkesës së opozitës. Partia e Lirisë dhe grupi i saj parlamentar është i vendosur që këto kërkesa të mos ndryshojnë, sepse lidhen drejt për së drejti jo vetëm, siç është rasti i skandalit tek onkologjiku, me të drejtat më bazike që duhet të garantojë qeveria shqiptare ndaj qytetarëve të Republikës së Shqipërisë dhe që është trajtimi me barna, por mbi të gjitha hetimi një herë e përgjithmonë i aferave monstruoze, siç është rasti i korruptimit ndërkombëtar të Charles Megonigalit, por dhe hetimi i atij terrori elektoral që ndodhi në 11 maj dhe që ka prodhuar në fakt një parlament që nuk reflekton as pak vullnetin e qytetarëve, por vetëm interesat kriminale dhe mafioze të Edi Ramës. Gjithashtu më lejoni të ndaj me ju një tjetër skandal, edhe si ish gazetar, të faktit që kreu i Këshillit Drejtues të radio televizionit publik mësova sot
se që nga një herazi edhe këshilltar i kryetarit të parlamentit. Çka provon edhe njëherë atë denoncim të drejtë që opozita ka bërë sa i përket faktit që edhe radio televizioni publik është kapur për fyti, sikundër e gjithë mediat e tjera që paguhen me parat e pista të insenatorëve nga kjo mazhorancë. Është e patolerueshme që një drejtues i zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, i cili ditën punon si kryetar